Presidenti Nishani ka hedhur poshtë në mënyrë të prerë kërkesën e presidentit të Turqisë Erdogan për të mbyllur të gjitha shkollat dhe aktivitetet e tjera të lëvizjes së Fethullah Gülen në Shqipëri, e njohur ndryshe si lëvizja Hizmet. Kështu shkruan një nga gazetat më të mëdha turke Zaman, e cila ka pasqyruar intervistën e presidentit Nishani dhënë për Tonight Ilvatare në Ora News. Nuk ka asnjë organizatë të tillë terroriste në Shqipëri. Sipas mendimit tim, shkollat Gülen nuk përbëjnë kërcënim as në Shqipëri dhe as në Turqi, deklaroi Nishani në intervistën televizive në Ora News të hënën në mbrëmje. Vizita një ditore e Erdogan ka lënë një shije të hidhur në qarqet politike shqiptare dhe ka shkaktuar tronditje në marrëdhënie dypalëshe mes dy vendeve. Politikanë dhe gazetar janë tronditur nga ajo që ata e përshkruajnë si ndërhyrje në politikën e brendshme shqiptare të Erdogan, duke shprehur keqardhjen për mos respektim të sovranitetit të Shqipërisë nga ana e presidentit të Turqisë, shkruan Zaman. Nishani foli gjatë emisionit Tonight të drejtuar nga gazetarja Ilvatare, e cila zbardhi dhe analizoi të gjitha prapaskenat e vizitës së Erdogan pas shpërthimit të kritikave mediatike mbi takimet e tij me krerët shqiptar. I pyetur nga Ilvatare nëse zoti Nishani mund të ndërhynte në fjalën e Erdogan, ai tha se Shqipëria nuk mund të kufizojë për mbajtjen e fjalimit publik të një vizitori. Ne mund të kontrollojmë se çfarë thon zyrtarët tanë, por jo fjalën e mysafirëve, deklaroi Nishani.